Sezoni turistik në Shëngjin ka sjellë një rritje ndjeshme të kërkesave për shërbime shëndetësore duke vënë më njëherë në punë qendrën verore që nisi zyrtarisht funksionimin me 1 qershor. Brenda pak ditësh kjo strukturë është kthyer në një pikë referencë për tjetër pushues që kërkojnë ndihmë për shqetësime të ndryshme shëndetësore. Sipas stafit mjekësor, numri i vizitave ka arritur deri në 40 persona në ditë, me raste më të shpeshta që lidhen me probleme nga ekspozimi në diell, çrregullime të lehta fizike, lodhje e të tjerë. Sidomos 5 ditë këtej është shtuar shumë numri i smurve që vijnë me pickim në bleta, me tension të lartë, me hipotension, me gjendje të fiktit, me kolika renale. Të gjitha këto simptoma janë që vërehen më shpesh. Pastaj kena dhe pickimet që kanë ardhur në gjendje gati shoku, ta dim. E kena përballu këto urmimën e parë ja kena dhënë këtu dhe gjitha rastet mund të jenë shumë pak raste, 1-2 natë që mund të çojmë për lesh. Për 24 që kërkojnë një mjekësore si plagë, mjekime, gjitha këto së bashku një fut, mund të jenë 30-35 për 24 orë. Edhe më shumë nga njerë, janë rritja numri tyne edhe 40 ka shku. Ndërkohë, drejtori i njësisë vendore të kujdestit shëndetësor në Lezhë, Elson Froku, shpreh se janë marrë të gjitha masat që qendra shëndetësore verore në Shëngjin detale të funksionojnë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit me staf të kualifikuar dhe logjistikë të plotë për të përballuar fluksin në rritje. Jemi të kompletuar totalisht me staf për të dyja qendrat shëndetësore verore dhe në komunikim të vazhdueshëm për të zgjidhur çdo problematikë të mundshme për t'u përgjigjur le të themi fluksit që ka Bashkia Lezhë për sa i përket turizmit. Në të dy qendrat shëndetësore verore janë dislokuar autoambulancat për të qenë në shërbim të plotë 24 orësh për t'u përgjigjur çdo telefonate që mund të kenë vizitorët. Me këtë rast duhet t'ju bëj edhe unë thirrje nëpërmjet kësaj videoje ose komunikimi sensibilizues të gjithë vizitorëve që të futen edhe të kërkojnë numrin e qendrave shëndetësore verore, të cilat i përgjigjen edhe për problematika të vogla që të mos lëvizin kot nga shtëpitë e tyre kur nuk është e nevojshme, por për sa i përket autoambulancave, numri dihet, është në shërbim të plotë i koordinuar me Spitalin Rajonal, por edhe me shërbimin kombëtar të urgjencës. Autoritetet shëndetësore këshillojnë që pushuesit të tregojnë kujdes ndaj faktorëve të jashtëm që mund ndikojnë në shëndet si ekspozimi gjatë në diell apo konsumi i ushqimeve të pakontrolluara.